A je ti i mendimit që kemi filluar duke ligjëruar shumë për botën tjetër, ndërkohë që pak nga pak po harrojmë për të ligjëruar për këtë botë. Më të mirë se ty s'kan pas sytë e mi, më të bukur se ti s'kan le gratë në i fmi, ti je kriju i gjithi pa të me, si me qenë kriju si kur ke dashur. Kështu e përshkruan dhe Hasani dhe kështu e si Ibrahim Dalliu Shqipri. Nuk ka mbajtur hutbë 15 vjeç. Duke të pa njerëzit lartë aty. Nuk e priste njeri se ti mund të jesh 15 ose 16 vjeçar. Kam drejtu xhenaze në atë moshë. Dhe këshilloj kur është në prezencë të një diturit, një hoxhe domethënë, e komandon ke mentorin, ti herë pas here mund të komunikosh edhe me sy. Patjetër. Dhe më thot një plak, nuk e di se jeton, që ndronin për një kafe dhe më thot, a ta kërkoj diçka baba ty? Është patjetër më xhaxh, si jo. Aman, kur hyp një aty lart. Një ka i gjo për ne që një poshtë. Se nga i herë ju flisni po s'kuptoj më zgjo. Dhe edhe pse më mosh shumë të re, mendoja shpesh të kësaj fjale. Për çfarë po të thonë? Ku donte më shumë pjesën që flisin nga diçka për ne poshtë. Nëse ke humbur guximin, ke humbur shumë. Më mirë të mos kishe lindë.